Më mëzdine që në mëngjes për kohë të në zora këto, bari. Tani, të gjithë jemi njerëz, të gjithë jemi nga ana njerëzore të trashëgohet, djali ose finës të gjitha, edhe ja tham të trashëgohet e të tëra. Edhe njerë, nga ana njerëzore, djali Jozefinës të trashëgohet edhe me jetë lumtur të tëra. Tani, përveç kësaj, kur ti je një figurë politike, publike, Josefina Topalli është një nga figurat më të larta të opozitës, apo jo? Tani, kur yn në figurat më të larta, preket privatësia, këta e din të gjithë, kuptono. Ata që e kuptojnë që tani nuk e kanë më dhe ata që shkruajnë, nuk e kanë se fillon jo xhelozia, jo zilia. Po jo. Nuk është. Kur je një figurë e lartë politike, ish kryetare kuvendit e më the tash, njerëzit shikon me lyp pasaj. Sepse ti mos i jep material pozitës. Se jep material pozitës. Ata aq duan. Ti mund të kesh zirë lekët i ke lekët tënd, i nxirr me por pozicioni që ke. Pozicioni që ke është me zarar. Le në thonë sa për tani lumë komentesh, njerëzit ka njerëz që kanë, se fillojnë këta që duan ta mbrojnë, Jozi ka prona, ka marrë pronat, edhe pronarët e shkrejtë ka pronarë, ka ish pronarë, se unë ish këta, që nuk kanë marrë asgjë, kanë marrë me prona, dhe nuk i kanë marrë akoma. Josefina e mori e lekat e pronave, e lekat e kupton ti jo, se ishte kryetare kuvendit dhe e mori, tani në këtë prizme, kupton ti, titri dotore, mirë më kjo i mori pronat i kape, po ne edhe unë jam pronar të titri, kam top male me prona, kam gjusmë në këti qyteti, e gjusmë në të qyteti, e s'kam marrë asgjë. More vesh? Sepse këtu se i thonë sa ajo s'është komuniste, ore, tani po të fillon nga këto ne, e kupton, dhe që këtu nuk duhesh e bërë kjo, bre, ku e di unë tani, kupton, që në momenti që ka 12 vit në opozitë, ore, darë se është figurë e lartë, mo nuk është njeri i thjeshtë, se ju e beni s'ku është njeri i thjeshtë, po ti që njeri i thjeshtë, në të mandë e tasë, asë në kokën njeri, për është një nga figurat e lartë të opozitës, mo. Dhe këta, jo ka prona, të tërë kanë prona, edhe si kanë marrë akoma, ka ishtë që si kanë marrë pronat akoma, ka njërës që s'kanë marrë dëshpërblim, kanë qenë në burg, edhe nuk ka marrë akoma, kesti parë, kesti dytë, kupton ti, i kënë 35 vit, edhe mos na tregoni ne tani, se acarojme aqë, mos na tregoni ne tani, juve aristokrate, demokrate, më the të thash, jo bre tani me pak mend, themune, edhe, ore, kjo ana e njerëzore, u trashëgoftë djali Jozefinës me jetë lumtur të tëra, aman, stop, je figurë politike, kur je figurë e lartë e opozitës politike, në politikë, kur je figurë e lartë, sidomos e kësaj opozite, që ka 12 vit, dhe demokratët që të kanë dhënë votën ty, janë rrugëve të botës. Demokratët që të kanë dhënë rrugëve, që të kanë dhënë votën ty, janë rrugëve të botës, se i ka zbuar Edi Rama, e janë rrugëve të botës, s'kan buk të anë të potërin këtu. Ka dhe pronarë, ish pronarë, s'ka marrë pronat akoma dhe në rrugëve të botës. Qëshë, mos u sfikoni me këte, ka pronat, po ka këte, po kate. Pronat i mori ato që qanë mori, se ishte afër pushtetit dhe njërë titër. Kjo, rrim shremre të vlasim drejt.
E bo tashi, ore një emigrant Shkodran, ore ke Shkodran sa të dua që më kanë Shkodran, një emigrant Shkodran, një demokrat Shkodran, edhe një që kanë dhe prona, i duket vetja, mos të them unë që s'do të them, i duket vetja banane, bre. E kuptoni ju, i duket vetja banane, të unë i kam në votën saj 30 vit, kupton ti, kam dhe në jam pronare të tëra, edhe pronës se kam marrë akoma, dhe jam rrugëve të botës, dhe 12 vit rrugëve të botës, pse ti më pëndani mua? Dasmë gjysë milioni euro. Edhe njerë mo, nuk ka mo gjelozira që janë këto, fare mo fare. Po fare mo lerin mo këto. Jo gjelozira që është më shkuan të njeri, ajo është aristokrate, nuk është komuniste, është e lirë. Jo, së është e lirë. Së është e lirë, desa ka qenë është në një figurë e lartë e opozitës, nuk është e lirë. I lirë ke posishtë të drejtë, kjo që bëjnë këta, të opozitës është karshilek që u bëjnë demokratëve. Po qarë të thejbe, va tani, po unë yra për sjarim, sepse ka njëz nga ta që, më dono, që thonë jo po nuk është punë e gjelozis, as punë e fare, mo. Edhe njërë, në qovë se ajo do ishte, njëri thjesht të bënde dashmë sa të tonë, asë të ta vinde njëri iqë. Ore më thesht, ore, në Romë, ka më njërës demokrat, ka njërës që kanë punuar, kanë 30 vit në Romë, ore. E më tha, ma oj lirë, tha, e di që të thotë, tha, të bësh ta dasmë në teritorin e Vatikanit, të tja Vatikanit ty, në teritorin e Vatikanit dhe të dalë papa dhe të bekojë. Male me lek, tha, ore, kush nuk do, tha, mo, kush nuk do, tha, ta bekoj papa, mo, për dasmë. Të tërë të ati italianë janë të shmendur e futbolistë kanë miliona. Punë e tyre, mo, sa kanë vene, sa kanë berë. Po nuk duhesh e berë në këtë moment, mo, ja, që të diskutojmë ne këtë lloj tani. Kur opozita është në këtë kur thet Çameti, e kupton ti? Kur thet Çameti. Nuk është punë xhelozie, bre. Është punë tani këta të pozitë të tërë. E shikoni jo, juve theshtit për Erion Velian, që e bëri 100.000, ja kjo tuaja, jeni 2000 në opozitë, e ka për 500.000. Jam ne prapore, të sharat e ato. Jam ne, unë sa mbarova të ranin, edhe kafen po pi. O biri nenës. 500.000 euro, po unë s'kam parë 5.000 euro në njëre, a do të shikoj desa të vdes, o birë, po nuk shita pronat. Kështu që lerini këto, kur shkruani këto që jo xhelozia, jo po mirëberi, jo po lekat e saj, po mirëberi lekat e saj, po mos ishte figure lartë e opozitës. Stop! Kur je figurë publike, kur je figurë, dhe ke qenë numri 2, kryetar kuvendi, ke qenë kryetar e kuvendi, numri 2, kryetar e kuvendi është numri 2 Shqipërisë. Kaq, dhe le pasaj vend për të berë këta kundështarët, për të thënë që ja të janë njësoj, ja këta vjedhin, ja kjo ka 12 vit në opozitë dhe këshu, e kupton? I jep material këtyre tani të na mbyti ne. Kjo do me thënë nuk di, duhet të kesh qik men, mo, duhet jesh, nuk e di tani, kupton? Ore djalë ti ke dëshirë, ku di uno, po ti ishte djalë i timbe, do i thesha. Ore djalë ti ke shumë dëshirë, mo, edhe djalë të vetëm të kam, edhe të besh një dasë më për mbreti njerën tjetër. Mua beti e që unë kam qenë kryetare kuvendit, kam qenë numri 2 Shqipërisë, njerën tjetër, dhe do flasin njerëzit. Ik bë në lululu, që mos të shikoj njeri o bitë, ta kam fjallën dhe, ose bë një dasë më modeste, e më vonë, be, ku di unë tani, kuptonat, të bë ca gjera do me thënë që, se shvendi, bre, nuk është vendi, bre, po nuk është vendi, mo, nuk është momenti, mo, të bësh ti dasë më, 500.000 euro, besa tu, ore, po mos ishe person publik, edhe, nuk ka këtu, benje nuk ka, mo, të trashëgojt e më dhe të thash. Por aman, kur je person publik, je një
Pse nuk e di ti që kanë vidhur dhe ata mo. Ja e shikon? Ja. Ja e shikon si më thot ky miku këtu? Pse nuk e di ti që kanë vidhur dhe ata mo. Se ka të drejtë a thot. Ja bën atë gjë. Do më ti letëson që ajo ta thot atë gjë. Ata kanë siguruar veten o i lirë. Morën pronat, dëshpërblimit, çfarë deshin morën, të burgosit politik, thua se e vdiqën të gjithë me dy kesë të qelbura. Shta zat me unë në kujtim. Nuk e zat me unë kujtim. Nuk e zat me, e lash kujtim. E lash me kaq. Që ta kuptojnë këta që shkruan këtu që mos ki xhelozi e gjera, nuk është pun xhelozie, po kur je figurë e lartë politike e opozitës, duhet të kesh çikment të bësh hapat për para. Kaq e lashun me këtë. Ata e kanë siguruar veten o e lirë, morën pronat, dëshpërblimet, çfarë deshën të burgosit politik, thua se vdiqën të gjithë me dy kese të qelbura. E ka dhe nga ta që s'kanë marrë pronat akoma, dhe kjo i moni e bëri që të doj, kupton ti? Po tani, mirë thot, ka shilek, po tani, pas 12 vit opozitë, ata demokratë që të kanë dhënë votën ty, janë në rrugëve, s'di ku kanë kokën e për botë. Dhe ti bën një dasmë me 500.000 euro, sigurisht një qime për bythe. O, varfëri e dashur. Po i ka matën për Zotin. Po jo, janë gabime të mëdha këto. Për Zotin, janë gabime që na kushtojnë ne jam prapore. Ne të shkja. Ne pa dhembet, ne, më nëjë, e mo, ne, po me mua shkini o, biro. Nuk di, e lash tani. Ore, ka që të tjetër aty mynë, mua njëzit, ore, njërës e mynë. O i lirë, e di që të thotë, ta bësh në Vatikan, mo, e di që të thotë, ta bësh në Vatikan. Në ambindet e Vatikanit të marrë, edhe e ka bekuar dhe papa, dë gjëno, ka dhe papa e ka bekuar, mare me leka, Allah. Po, leqë mos e bëni publike njërë, po, prit mos e mamaja jote është, ka qenë ka qenë umri 2 Shqipëris, mo. Dhe edhe është figure e lartë e opozitës, do kërmojnë në njëzit, ore. Ore, kini biznese, Allah li kini, miliarda të kini, kupton të jo. Por a marë përfaqësoni opozitën, e am ne, mo. Ika unë pi kafen tash, ika. Ja fasulet po jashu, fasulet i kam ashu, se jam të njoma të më thajnë. Javës tjetër do bim të rani. Pas 2 jave do bim petë. E vini nënës. Ajt. Shtu bësi.